Ekspertët ndërkombëtar janë të mendimit se do të ketë një përfaqësim pa lavdi në Francë për kombëtaren shqiptare të futbollit. Ekspertët e statistikave të institucionit financiar Goldman Sachs kanë ndërtuar një model për llogaritje, duke parashikuar se kuqezinjt janë të vetmit që kanë 0% mundësi për të fituar kampionatin evropian mes 24 skuadrave pjesëmarrëse. Grupi amerikan sipas përllogaritjeve parashikon se Shqipëria ka 31.6% mundësi të kalojë grupin, 7.6 të presë biletën në çerek finale, 1.8 në gjysmëfinale dhe 0.4% mundësi të jetë e pranishme në finalen e Parisit në 10 korrik. E nëse skuadrat e tjera kanë dhe 0.1% për të rëmbyer trofeun e kampionatit evropian, mundësia e Shqipërisë përllogaritet 0. Grupi Amerikan i Investimeve ka parashikuar edhe rezultatet e kuqezinjve në fazën e grupeve. Me të zotët e shtëpisë, Francën humbet 3-1, ndërsa barazon 1-1 në dy takimet e tjera me Rumaninë dhe Zvicrën. Rezultate që gjithsesi nuk do të mjaftojnë për të kaluar grupin. Nga ana tjetër, kombëtarja që parashikohet fitoj Europianin është mikpritësia Franca me 23%, e ndjekur nga Gjermania, Spanja dhe Anglia. Ndërkohë armata e Xhanit Ebjazit ka realizuar tashmë 40 vitet e para në tokën franceze në prag të takimit të parë kundër Zvicrës.